Atje ku Alpet prekin qiellin, tradita merr jetë. Logu i Bjeshkëve 2026, festivali më unik tradicional në Shqipëri, rikthehet edhe këtë verë në një prej organizimeve më të veçanta ndër vite. Dëshire i jashtëzakonshme e vajzave për të garuar me xhubletën malësore, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Spektakël i rrallë me artistët më të mirë që ka gjerdani artistik i Malësisë së Madhe, të cilëve u bashkohet edhe Bilbili i Bjeshkëve të Tropojës, Gëzim Nika. Festës tradicionale, i shtohet hieshia edhe nga zëri i këngëtares së mirënjohur, Vida Kunora. Instrumentet më të lashta muzikore, historia e treguar prej shekush, valle dhe shtajzovale. Logu i Bjeshkëve 2026, 9 gusht, ora 10, qafe Predelecit, Kelmet.